Të nderuar qytetarë të Shkodrës, sot qyteti ynë mbahet peng nga një i korruptuar me emër e mbiemër, Benet Beci, jo me fjalë, jo me thashetheme, me fakte, me dosje, me gjykim. Ky njeri nuk mund të jetë më kryetar bashkie, pasi ai është produkt i korrupsionit, i krimit, i bandave, i një qeverie që e ka kthyer Shqipërinë në plaçk. Benet Beci mendon se Shkodra mashtrohet me koncerte, me drita, me foto falso investimesh, por Shkodra ka kujtesë, Shkodra ka dinjitet, Shkodra nuk e përtyp propagandën. Ky njeri i korruptuar po vjell taksat e shkodranëve, po përdhos qytetin ton dhe sot guxon të prek zonën historike të Shkodrës, identitetin ton, shpirtin e këtij qyteti. Po shkatron të ardhmen e fëmijëve tanë, po tallet me mundin dhe djersën e shkodranëve. Ky mercenar politik duhet të jap dorëheqjen nga posti që e mban pa vot të pastër. Nuk fshihet korrupsioni pas mjekrës, nuk mbulohet vjedhja me mëngë të përveshura, nuk pastrohet krimi me propagandë. Benet Beci duhet të jap dorëheqjen, pasi ai nuk mund të përfaqësojë më Shkodrën e kulturës, historisë dhe trashëgimisë. Të dashur qytetar shkodran, sot nuk ka të majtë dhe të djathtë, sot ka vetëm një vijë ndarse, ose me Shkodrën, ose me hajdutët. Kjo qeveri ka vjedhur dhe vazhdon të vjell taksat e shkodranëve dhe të shqiptarëve. Kjo qeveri ka vjellur shpresën, ka vjellur rinin dhe ka ardhur koha që sot t'i themi mjaft më. Mjaft më me mjerim, shkodranët dhe shqiptarët meritojnë shpresë dhe mirëqenie ekonomike. Të hënën më 22 dhjetor, ora 18, ju ftojmë në protestën kombëtare në Tiranë, të mblidhemi të gjithë bashkë dhe të mbushim sheshin, të ngrejmë zërin, t'i tregojmë kësaj qeverie dhe këtij kryebashkiaku të korruptuar deri në palc se Shkodra nuk nënshtrohet. Sot është koha të përmbysim regjimin e rilindjes së korruptuar. Tani është ralla e shkodranëve dhe shqiptarëve. Faleminderit.